Në Gjakovë mbajt një takim gjithditor i Partisë Alternativa me përfaqësues të 6 degëve të saj nga komuna të ndryshme të vendit. 2 prej tyre garojnë me kandidat për kryetar, ndërsa 4 të tjerë me lista për asamblet komunale. Mimoza Kusari Lila, kryetare e Alternativës, tha se pas 2 javësh fushat, jemi dakorduar të bëjmë rishikimin e objektivave programore dhe harmonizimin final të programit, i cili do të publikohet së shpejti. Sot jemi në Gjakovë në një takim gjithditor me përfaqësues të 6 degëve të Alternativës në nivel vendi, 2 prej të cilave kemi kandidat për kryetar në Prishtinë dhe në Pej, ndërsa 4 të tjerat në cilat garojmë me listë për asamblen komunale. Pas 2 jave fushate në nivelin lokal në këto komuna, jemi dakorduar që bashkarisht të bëjmë rishikimin e gjitha objektivave tona programore në raport edhe me feedbackun që kandidatët tonë kanë marrë nga komunikimi me qytetarët, por gjithashtu edhe të bëjmë një harmonizim të përgatitjes finale i programit i cili do bëhet publik në ditët në vijim, i Alternativës si koncept për zhvillimin lokal e gjithashtu edhe 6 komunave në veçanti. Është kënaqësi për mu të shoh një mobilizim kaq të madh të përfaqësuesve të degëve të Alternativës, një interesim të këtij niveli për të kontribuar e natyrisht edhe për të harmonizuar, ndërsa e konsiderojmë si parti liberale të domosdoshme unifikimin e parimeve kryesore të qeverisjes lokale. Në takim u prezantuan edhe disa nga prioritetet programore që sipas përfaqësuesve të partisë i përgjigjen kërkesave të qytetarëve të Gjakovës. Pikat kryesore kanë bëjnë me programin e Alternativës që e kemi hartu për komunën e Gjakovës, veç mas në 10 kusha, të cilat i takojnë domethënë aktivitetit ton edhe opozitor, që i kemi brejt edhe që kanë qenë edhe kërkesat vazhdueshme të qytetarëve. Ndër top këto shtyllat e trajtimit programit ton është zhvillimi ekonomik lokal, krijimi i qarkurës ekonomike lokale, që bëhet domosdoshmërisht me fuqizimin e sektorit privat. Në kuadër fuqizimit sektorit privat, përveç aspektit heqjes takses apo përmirësimit plotësim ndryshimit rregullores për taksa dhe tarifa në kuadër të kuvendit komunal, në aspektin ekzekutiv e kemi parapo funksionalizimin e parkut industrial, spari dhe zryti që është ndoshta objektiv që i takon më tepër të rinjve me ide inovative që kanë për bizneset e tyre, hapësirat pa pagesë dhe funksionalizimin e objektit të kurrisit si inkubator i biznesit i cili ju siguron edhe tribe edhe kategorive të veçanta që me ushtru veprimtarinë e biznesit pa ndonjë obligim domethënë për hapësira që i shpresojnë. Sipas drejtuesve të Alternativës, synimi i këtyre angazhimeve është ofrimi një koncepti të ri zhvillimor për komunat ku kjo parti garon në zgjedhjet e ardhshme lokale.